Ndahet nga jeta portieri i njohur. Portieri i madh Argjentinas Hugo Gatti është ndarë nga jeta në moshën 80 vjeç, ka thënë sot Federata Kombëtare AFA dhe Konfederata e Amerikës së Jugut CONMEBOL. Raportet lokale të lajmeve shprehen se Gatti theu hijen e tij në një rënje 2 muaj më parë. Në spital ai mori pneumoni, pësoi probleme me veshkat dhe vdiq nga dështimet e shumta të organeve. Karriera e Gattit zgjati 25 vjet dhe karizma e tij dhe stili të lojës i dhan pseudonimin El Loco i çmenduri. La Nacion tha se ai besonte se njerëzit duhet të përjetojnë më shumë se një rezultat në stadium. Gatti luajti 765 ndeshje në kampionatin e Argjentinas, që është ende një rekord dhe pati suksesin më të madh gjatë mandatit të tij në vitin 1976-1988 në Boca Juniors, duke fituar 2 herë Copa Libertadores në Kupën Ndërkontinentale. Gatti bëri 18 paraqitje në Argjentinë dhe ishte pjesë e skuadrës në Kupën e Botës në 1966 në Angli. Stili i tij pagabueshëm ka zgjatur për breza dhe ka bërë atë një nga portierët më të mirë në futbollin e Argjentinas, tha CONMEBOL.